E dini besoj që nëse sulmohet një vend i NATO-s, automatikisht përfshihen në luftë të gjithë anëtarët e saj. Ndryshe quhet artikulli 5, mirë po Trumpi ka urdhëruar që ky nen të hiqet. Punët të sëmbës do mbytemi ne, as ushtria s'ka ta ndi. Kush na marrë në emër por edhe të punë kënë për ne? U ka bombë? Unë të luftoj ma për këtë vene, që më ka mon shpirtin gjithë jetës. Ne jemi në mëshirë Zotit. Që se ndodhë që heq, atëra shkatrojët gjithë bota. Në vetë kuptohet, nuk ka organizëm mo që të mbroj, kështu që mund të filloj me gjithmonë lufta e tretë botërore. I vetmi shtet që çarmatos nga ishte vendet komuniste është vetëm Shqipëria. Ku është armatimi sot? Kjo është një popull që flen gjumë, një popull që s'kërkon llogari, një popull që rron kurrë emigrantëve. Tashi menimi im si artist. Na kanë tmerru me të gjitha ngjarjet në Shqipëri. Na kanë tmerru. Është një guzim i tepruar i fuqive të mëdha që luan me këtë popull dhe është një popull shumë i urtë dhe shumë indiferent. Ku do shkojmë ne? Ku do s'kemi as armas, garantias? Ne do shkojmë për aty ku jemi nisur.